Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ka marrë sot zyrtarisht mandatin e dytë për udhëheqjen e komunës edhe për 4 vite të ardhshme. Në konferencën e parë pasi mori mandatin e dytë, i pari i Tetovës ka numëruar projektet e nisura që do të vazhdojnë të realizohen për transformimin e Tetovës. Ai ka deklaruar se Tetova ka bërë hapa të rëndësishëm në zhvillim dhe tani është koha që këtë ta vazhdojnë edhe në kapitullin e dytë. Dhe vazhdimi i realizimit të projekteve infrastrukturore, po ashtu një projekt, një megaprojekt që ka të bëj me kanalizimin fekal, pra një projekt mbi 40 milion euro për kolektorin kryesor të ujrave të zeza dhe filter stacionin apo implantin e pastrimit të ujrave të zeza në fshatin Falisht është në fazën përfundimtare të përzgjedhjes së operatorëve. Me qëllim të rritjes së transparencës, Kasami tha se në këtë 4 vjeçar të dytë, qytetarët do të mund të ndjekin drejt për drejt edhe seancat e Këshillit Komunal për të mësuar dhe për të ndjekur vendimet që ky organ merr. Përmendi gjithashtu edhe takimet e rregullta mujore me qytetarët që do t'i vazhdoj si kryetar komune. Që edhe këto 4 vite Tetova do të jetë një komune hapur për qytetarët, do të vazhdojnë gjithë ata projekte të cilat i kemi pasur, edhe sa i përket takimeve të rregullta mujore me qytetarët për të zgjidhur hallet dhe problemet e tyre, edhe sa i përket përcjelljes drejt për drejt të mbledhjeve të Këshillit Komunal. Kujtojmë se Kasami mori besimin për mandatin e dytë për kryetar të komunës së Tetovës në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që u mbajtën me 2 nëntor. Në balotazh ai kishte kundër kandidat Bajram Rexhepin nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, ndërkaq dallimi në vota mes kandidatëve ishte 5013 vota në favor të Kasamit.